Reperi Klevjo është ekstraduar nga Dubai në Tiranë mbrëmjen e së mërkurës. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, Klevjo Ahmetaj ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet në Tiranë dhe Fier për veprat penale për ndjekje dhe thyrje të masës së sigurisë. Rasti për ndjekjes ka të bëjë me këngëtarin Rigel Srajko, i njohur ndryshe si Noizi, dhe familjarët e tij. Ky shtetas kërkoi ndërkombëtarisht sepse në vitin 2024, gjykata e apelit e jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale për ndjekja, pasi akuzohet se për disa vjet ka përndjekur fizikisht dhe në rrjetet sociale shtetasin R.R. dhe familjarët e tij. Gjithashtu 39 vjeçari është dënuar nga gjykata e Fierit në vitin 2024 me 9 muaj burgim për veprën penale, largimi i të përgusurit nga vendi i qëndrimit. Klevjo Ahmetaj, 39 vjeç, lindur në Lushnjë, u lokalizua dhe u arrestua në Dubai si pjesë e operacionit të koduar The Wanted. Shënjestër.net